Faleminderit. Si që ju prezantoj Ministrin i Jashtëm, së të prezantoj do të më mirë, por më trego të lutem përvojën që ka Zoti Gashi, nga Suedia, jo vetëm si pjesë e Parlamentit Evropian, por edhe si pjesë e diasporës, si mundemi ne që të bëhemi bashkë, jo vetëm për të sjellë sa të ardhura për atë dheun, por për të sjellë ndryshimin e madh për atë dheun, gjithë diaspora. Së pari të korrigjoja pjesë e Parlamentit Suedez, jo ata të Evropian, po s'ka asgjë. Ndjes. Jo, në rregull. Së pari ndihem shumë krenar dhe falenderues jam pjesë i këtij summiti, këtij panelit me plot mbështetas për të cilën në jetën time i kam ndjekur dhe përcjellur prej fëmijërisë. Unë jam lind dhe jam rrit në Suedi, por me frymen e Drenicës, me frymen e Kosovës dhe me bën shumë krenar të jem këtu, sepse shumë herë kujtoj edhe gjyshin tim, dhe ne imagjinatën e tim ma të Krist, kur se kish menduar që vjen një ditë kur nipi i tij bën pjesë në një summit të tillë dhe të ka një zë që ndoshta mund ndrysho diçka. Dhe ndihem edhe atë sa krenar sepse i kam edhe vllahun edhe babin me veti këtu në publik. Dhe mundohem jo vetëm familjen time ta bëj krenar, por të gjithë kombin tonë. Unë duhet të flas jo vetëm nga teoria, por nga praktika, sepse ka qenë ditë e mërkure kur e kam pranuar mandatin e deputetit. Në të ejtën e kanë zhvilluar takimin e parë, ka qenë në ambasadën e Shqipërisë në Suedi, së bashku me ambasadoren Albana Daullari, për të cilën nuk ja haroj kurrë. Dhe takimi i dytë në të premten kanë qenë në ambasadën e Kosovës, së bashku me ambasadoren Shkëndije Geci Sherifi, dhe me të cilët kam shumë bashkëpunim të afërt. Prej asaj dite ne jemi koordinuar, jo vetëm në fjalë, por edhe në vepa. U festua festa e 28 nëntorit për herë të parë në Kuvendin suedez dhe ka pas përfshirje nga të gjitha partitë politike suedeze me politikanë suedez. Është ndërua dhe është marrë ceremonia e dita e çlirimit të Kosovës në Stockholm, ku marrim pjesë gjithë. Kam ngritur mocione edhe për shtyrjen e antarësimit e Kosovës në Këshillin e Evropës, edhe për ngritjen e bashkëpunimeve ekonomike mes Suedisë dhe Shqipërisë. Dhe këto mund ta bëjmë sepse diaspora shqiptare në Suedi e ka kuptuar një gjë, që jo vetëm të kthejmë kokën nga Kosova dhe Shqipëria dhe të ndjekim politikat e mbrëmshmet, se ne duhet të kuptojmë që fjalët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe e skenës politike ne i dëgjojmë me vëmendje. Dhe retorika përqasje shumë herë e përçan edhe diasporën. Kjo është fakt e vërtetë. Në Suedi ne jemi kyç dhe jemi interesuar të angazhohem në shoqëri civile me ato vende ku jetojmë. Dhe për fat mirë, unë nuk jam i vetmi, jemi 2 shqiptarë, 2 deputet me përardhjen shqiptare në Parlamentin e Suedisë. Jemi 2 shqiptarë nga Suedia në Parlamentin Evropian. Kemi 9 kryetar në komunën e 2 më të madhe të Suedisë, 9 kryetar në komunën e 3 më të madhe të Suedisë. Kemi disa kryetar komune, disa 9 kryetar komune, dhe besoj që diaspora suedeze, shqiptarët në Suedi, veçon nga shumë diaspora tjera, sepse diaspora shqiptare në Amerikë është shumë e fortë sa i përket tregtisë, ekonomisë, kulturore, por diaspora jonë demokratike dhe politike nuk është akoma aq e fortë në Amerikë, apo në Itali, apo në shumë vende tjera, si faktikisht mund të kemi edhe mundësi të bëjmë. Por duhet të shtyhen edhe ata, jo vetëm të ngadrohen në partitë politike dhe në ndegat e partisë që ekzistojnë në Shqipëri apo në Kosovë, po të jetë mesazhi edhe nga vendi qendror që kryqeni në parti politike atu ku jeni, sepse atu mund bëheni ambasador real, sepse në mes deputetin Adnan Dibrani dhe Arbe Kokallarin, Shqipënia dhe Kosova i ka 2 deputet shqiptarë në Parlamentin Evropian në salla ku këta burra akoma nuk marrin pjesë. Kjo besoj është shumë e rëndësishme, kështu që teorinë mundohem të bëjmë në praktik dhe besoj dhe ndroj që kjo praktik të aplikohet edhe në vend tjera. Faleminderit.
Faleminderit Arbër për shembullin që sjell, që është arsyeja pse këto samite bëhen dhe për shqipen e mrekullueshme që ke. Faleminderit. Faleminderit, falë prindve. Është radha për zotin Lazim Destani për të kuptuar, po shpjeguar me gjuhën e biznesit tani. Si i bëhet ta përdorim sa më mirë dhe të mos e shpërdorojmë gjithë të mirat që ka diaspora. Si i bëhet, çfarë duhet të bëjnë shtetet tona, ministrat tanë të jashtëm, kryeministrat tanë, si të organizohemi ne? Faleminderit për ftesën. Në fillim kam dëshirë t'i përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në këtë sallë të madhe, ku një numër të madh edhe i njoh që kanë ardhur nga Australia, nga Kanadaja, Amerika e shumë vende tjera për dashurinë që kanë për Shqipërinë dhe për atë dheun. Është privilegj të marrësh fjalën dhe të folish për diasporën. Diaspora mund të them lirisht se e daj në 4 gjenerata. Gjenerata e pari të koj vetë, se kam qenë nga një të parët, po gjenerata e dyta, e treta, e katra, gjithmonë kanë hip hap pas hapi me shumë suksese, kurse gjenerata e katërt tash gjendet më shumë në universitetet gjigante të botës, ku ata janë të pritur me kohën. Unë e shoh se diaspora shqiptare nuk ka qenë kurrë më e fortë, më e madhe dhe më e suksesshme se sot. Në diasporë kemi udhëheqës që udhëheqin bankat gjigante, janë shqiptarë. Kemi udhëheqës që udhëheqin spitalet, klinikat gjigante, e mos i përmeni me rend, por çka mund të bëjmë, si ishte edhe pyetja juaj, atë kapital, atë dioni, atë mençuri ta sjellim në vendet tona. Diaspora nuk kërkon privilegje. Ajo kërkon mundësi, kërkon besim, kërkon një vend ku të investoj jo vetëm kapitalin financiar, por edhe kapitalin më të çmuar, dionin dhe përvojat e veta. Besoj se tash edhe qeverit, po edhe këtë do bëjnë më të mirën që të investohet si është më e mira. Do me thënë, besoni se kemi diasporë të jashtëzakonshme ku don të investoj, don të hape vende pune, don të bëjë Shqipërinë, Kosovën e vendet tona, Evropë, që ne mos shkojmë atje, po Evropën ta kemi në shtëpiat tona. Në fund, dua edhe di fjalë, kur flasim për diasporën dhe për faktin nëse po bëjmë mjaftueshëm për të, kam një kërkesë konkrete